çfarë ndryshimesh konkrete duhet të presim në kushtetut? Çfarë do të ndryshojë nga sistemi aktual? Do kemi një parlament me 140 vetë? Ti duhet më pyes një themon në fillim që kush mund të jetë i ngarkuar i caktuar për të marrë gjysmën e Shqipërisë. Do vim edhe aty. Kjo do ishte ndoshta pyetje. Duhet kuptoj strategjinë si arri deri aty, pastaj qëllimi final. Do të ketë ndryshim në përbërjen e kuvendit, pra nuk do të kemi më një kuvend me 140 deputet. Nuk do jetë një kuvend unik kështu siç është sot, po mund të jetë me 100 dhome ullët, me 100 pra do bëhet me 2 dhoma. Po, me 2 dhoma, me senat, dhe mund të bëjnë dhe 20 senator. Ku do futen këta që janë elita politike e partive, që janë njerëz të afërt dhe të besuar të dyja krave, të liderëve të dyjave krave, të cilët do vazhdojnë të sundojnë në Shqipërinë me modalitete të tjera. Edhe kështu shtypet edhe butoni i riset, edhe ai thotë unë s'kam marrë shumë mandate deputete, se unë jam senator tani. Po, më fillon numërimi nga e parë. Dhe fillojnë në bëjnë skemën të paktën për 16 vjet të ardhshme, mos them edhe për 16 vjet të ardhshme. Dhe në vitin 2040, ku kryesisht do bien dakord për fuqitë ligjore që do të kenë senatorët, për fuqinë ligjore që do të ketë presidenti i ardhshëm, i cili ka shumë mundësi të jetë një president i fortë të vendoset nga populli. Edhe këtë e kam dëgjuar dhe që mund të bëhet pazar që të marrë Rama 2 mandate, kurse 2 mandate pas vitit 2029 të marrë grupi njerëzve të Berishës. Nëse do këtë mbetur gjë nga grupi i Berishës deri pas